lidhje me sekuestrën e pasurive, kjo është një gjë procedurale, kam përshtypjen e cila lidhet me nivelin e hetimeve. Hetimet ndoshta duhet të kapi një parametër të caktuar ose duhet të plotësojë një indikator të caktuar për të kaluar pastaj tek sekuestrimet. Por ajo që shkelqen, si thua, në gjithë të histori është avokatia që bëri kryeministri ndaj ish drejtuesës së Akshit Kaçanaj, duke konsideruar se ishte një person që nuk posedonte asnjë lloj pasurie dhe se duke lënë të kuptohet që të gjitha akuzat që ishin ngritur nga Spaku ishin akuzat e cilat nuk ishin, në një farë mënyrë ishin akuzat të rreshme ose i bëri të diskutueshme akuzat e ngritura nga Spaku, çfarë në një këndvështrim tjetër ishte edhe presion ndaj Spakut për të theksuar, për të detyruar Spakun ndoshta ose për të orientuar Spakun ndoshta për të anashkaluar edhe hetimet ndaj zyrtarëve kryesor të Akshit. Kështu e ke lexuar si mesazh? Po nëse e thot kryeministri një gjë të tillë dhe e thot në mënyrë publike dhe e thot në mënyrë këmbgulse. Këto ishin pasuri të kamufluar, nuk është se ishin emër të saj. Po natyrisht, por fakti që kryeministri merr guximin dhe pavarësisht se personi zyrtari i lartë është në hetim, ai merr përsipër të bëjë avokatin atij zyrtari përpara publikut, përpara medjave, në mënyrë të përsëritur dhe në mënyrë këmbgulse, do të thotë se qëllimi i tij shkon përtej pastrimit të figurës ish drejtuesës së Akshit, e cila aktualisht dyshohet, ne nuk kemi konfirmim të akuzave nga gjykata, duke theksuar kjo gjithsesi. Kjo tregon se qëllimi i Ramës ka qenë për të orientuar Spakun në një platformë tjetër hetimi, e cila mund të anashkalonte edhe zyrtarë të rëndësishëm. E kuptoj. Se ti ke